armët se sa lehtë janë të qasshme për të poseduar nga qytetarët e Kosovës, vetëm pam dhe u njoftuam përmes lajmit pra që lexova pak më parë se sa shumë armë dhe janë sekuestruar nga bastisjet në fakt që janë bërë ditën e djeshme nga persona të cilët kanë qenë të përfshirë në plagosjen që ndodhi dje në Podujev. Për diskutuar për këtë temë, kam kënaqësinë që me mua në linjë të drejt për drejt telefonike është ekspertja sigurisë dhe kriminalistikës, Dita Maksashi. Përshëndetje e nderuar. Përshëndetje. Shohim pra një gjë shumë shqetësuese që ka tronditur mbar Kosovën ditëve të fundit. Kemi parë pra që brenda vetëm një jave opinioni publik është njohur me 2 vrasje të cilat kanë ndodhur, një në Dragash, një në Ferizaj dhe mjaft shqetësuese ajo që pam dje në mes të qytetit ku për fat të keq pati edhe të plagosur ose të themin këtë rast viktim e këtij sherri edhe kalimtar rasti. Si e vlerëson një gjendjen aktuale të sigurisë në vendin tonë? Shumica e vrasjeve që kemi parë fundmi nuk burojnë nga krimi organizuar, por ato zakonisht janë nga konfliktet që kanë filluar si mosmarrëveshje personale, familjare ose pronësore. Kemi 2 raste që kanë të bëjnë me përvona të ndryshme, edhe pse ende nuk janë definitive, sepse vazhdojnë hetimet, mirë po nga lajmet që janë bërë publike shihet se ka pasur probleme në lidhje me përvonat. Kjo do të thotë se sfida nuk është vetëm policore apo institucionale, mirë po është edhe sociale, psikologjike, dhe duhet të investojmë më shumë në parandalim, ndërmjetësim dhe kontroll të armëve kryesisht, pasi që poseduan shumë lehtë dhe qarkullojnë në vend. Nga informacionet e fundit që janë bërë publike, motivi dyshohet të jetë një konflikt pronësor në rastin e Podujevës. Mirë po them prapë që ende është herët duhet nëse kemi të bëjmë me një akt paraplanifikuar apo me një konflikt të eskaluar të momentit, e cila është e përbashkëta të gjitha këtyre rasteve, sepse eskalimi dhe jo menaxhimi adekuat i kontrollit dhe i konflikteve në ato momente po na çon deri në përfundim tragjik në të gjitha këto raste të përmendura. Ajo në fakt që e bën edhe më problematike çështjen, po marrim shembull rastin e fundit në Podujev, është që ndodh në mes të ditës dhe në mes të qytetit, çka e bën edhe më trishtuese në fakt këtë ngjarje. Mund të them çka edhe në fakt ka rrezikuar edhe qytetarët e cilët kanë qenë vajse prezant aty. Çka e bën më themi më të veçantë ato që ka ndodhur në Podujev, meqense e dim që shumica e krimeve që kryhen ndodhin në ambiente ndoshta më të fshehta, në mënyrë më tinzare, por kemi të bëjmë kësaj radhe me një konflikt që ndodh në mes të ditës, në mes të qytetit. Ky fakt tregon një nivel të lartë vendosmëri ose humbje kontrollit emocional në ato momente ku kanë qenë në rrugë në një vend publik, ku një person përdor një armë në hapësirë publike, ai pranon një rrezik shumë të madh jo vetëm për veten apo për viktimën, por edhe për qytetarët në këtë rast. Dhe është shumë shqetësuese, tregon se frika nga pasojat ligjore gati se nuk ekzistojnë, edhe nuk kanë qenë faktor frenues në ato momente për këta persona. Fakti që u plagos një kalimtar rasti është me të vërtet një element shumë alarmues, sepse në momentin që një konflikt rrezikon privat, se në këtë rast ka qenë një konflikt privat mes familjarëve, rrezikon jetën e qytetarëve të pafajshëm, ai shndruhet në një problem serioz të sigurisë publike. Dhe çdo përdorim arme në hapësirë të frekuentuara ka potencial të shkaktojë viktima të rastit. Ajo që pam pra edhe nga rasti i fundit dhe nuk është edhe rasti i vetëm, pra që kemi të bëjmë me konflikte familjare, çka shohim jo vetëm në rastin e fundit, por edhe në rastet e kaluara, mund të themi që kemi një trend në rritje të konflikteve familjare, personale të cilat po ndodhin në vendin tonë?
Këto konflikte të cilat janë familjare, specifikisht pronësore këtu, pasi ka të bëjë me një çështje pronësore, nuk janë thjesht mosmarrëveshje për një gjë. Mirë po, shpesh këto lidhen me raportet ndaj familjarëve, identitetin familjar, nderin, interesin ekonomik, trashëgiminë dhe janë elemente të cilat janë shumë të rëndësishme për njerëzit dhe familjarët në këtë rast. Në shumë raste kemi edhe prona të paregjistruara me dekada, trashëgimi të pandora në mes anëtarëve dhe këto gjithmonë krijojnë konflikt në shoqërinë tonë, fatkeqësisht. Dhe kur këtyre ushtohen edhe emocionet, ndjefi akumuluar, akumulimi I tensioneve të cilat kanë zgjatur ndoshta pothuajse me vite, dhe qosja në armë zjarri, atëherë konflikti mund të merr për masa tragjike, sikurse edhe që po merr në disa raste të fundit të cilat po ndodhin një pas një në vendin tonë. Në një lajm të fundit pra që ka ndodhur sot pra bastisjet pas rastit që ndodhi në Podujev, në këto bastisje që janë kryer, pra ka pasur një numër mjaft konsiderueshëm të armëve që janë sekuestruar në banesat ose pronat e personave të përfshirë në këtë konflikt. Pra në bazë të njoftimit që është bërë, janë sekuestruar 3 armë zjarri, ka pasur pra armë të cilat janë gjetur dhe karikatorë të ndryshme me fishek, 28 fishek, 58 fishek, një armë tjetër me 82 fishek, armë gjuetie me 49 fishek, pra shohim një numër shumë të madh të armëve dhe fishekve, pra një numër I konsiderueshëm I armatimit, vetëm themi në 3 familje që janë përfshirë, 2-3 familje që janë përfshirë në këtë konflikt. Si e vlerësoni një përdorim kaq të madh ose prezencë kaq të madhe të armëve në banesa private, shtëpi private? Kemi fatkeqësisht një qarkullim të madh të armëve të zjarrit. Kjo lidhet me disa arsye. Ne jemi një vend që kemi një histori të luftës dhe armët kanë mbetur në posedim privat pothuajse nga ajo kohë, në disa familje kam fjalën. Posedimi I paligjshëm I armëve vazhdon të jetë një shqetësim dhe sfidë serioze, sepse kemi posedim të pa leje të armëve, por kemi edhe të atyre të cilat janë me leje dhe të cilat po munden ndonjëherë të përdoren në këto raste, keq përdoren. Pastaj kemi trashëgimi familjare të armëve, të cilat bëhen pa autorizim, mirë po bëhen sikur amanet I familjarëve. Kemi edhe të bëjmë me trafikimin e paligjshëm dhe qarkullimin në rajon të tregut të zi dhe armëve, dhe perceptimi I disa qytetarëve se arma ofron mbrojtje ose prestigj ekziston tek populli ynë, fatkeqësisht, edhe pse në praktik rrit rrezikun për incidente fatale, se jo çdo kush mund të mbajë dhe t'i përdor ato me kontroll. Dhe raportet specializuara dhe statistikat të ndryshme vazhdojnë të identifikojnë përhapjen e armëve të paligjshme si një nga sfidat kryesore të sigurisë së Kosovës dhe të rajonit. E ndruar kemi parë pra në konfliktin, po e marrim shembull konfliktin e fundit në Podujev, një reagim me qenë se ndodhi në ambiente publike në mes të qytetit, një reagim I shpejtë që ka ndodhur nga një policë civil që qëllon në vendin e ngjarjes dhe do doja një mendim tuajin profesional si e keni parë një intervenim të tillë, a ka qenë pikërisht ai intervenim që mund të ketë shpëtuar ndoshta një tragjedi më të madhe që ndoshta do të përfundonte edhe me vrasje? Fillimisht dua të falenderoj për çdo reagim të shpejtë policinë e Kosovës në çdo incident. Dhe për këtë rast, nëse faktet konfirmojnë se ndërhyrja e atij në ato momente neutralizoi rrezikun, atëherë mund të thuhet se reagimi ishte profesional dhe mund të ketë parandaluar pasoja shumë më të rënda. Megjithatë, vlerësimi përfundimtar duhet të bazohet në raportet zyrtare të hetimit në këto raste. Dhe kur kemi të bëjmë pra me ngjarje të tilla që ndodhin në ambiente të hapura publike, edhe gjatë hetimit të ngjarjes në evidentimin e provave të ndryshme, janë pra sigurimi I provave është më I vështirë apo më I lehtë në raste të tilla?
Nuk më thuhet se është i vështirë, sepse mund të mbledhim prova të ndryshme duke filluar nga pamjet e kamerave të sigurisë, se kemi pothuajse në çdo vend publik një mas të madhe të kamerave. Pastaj kanë qenë qytetarët aty prej të cilëve mund të merren dëshmitë e tyre. Pastaj do të bëhen analiza balistike e armës, zhojave, ekspertizat mjekoligjore, komunikimet paraprake mes palëve janë shumë të rëndësishme, gjithmonë e them që në çdo rast, edhe në ato publike dhe të kryera në vende private, komunikimi paraprak është pothuajse faktori kryesor për me deshifru një ngjarje. Dhe analiza e motiveve se për çka kanë filluar konflikti dhe historiku i konfliktit të mëparshëm dhe i atij momenti. Këto prova gjithmonë ndihmojnë në ndërtimin e saktë të dinamikës së ngjarjes. Dhe një pyetje të fundit, me qenë se po flasim pra kryesisht për vrasje ose tentim vrasje, plagosje për motive personale ose familjare, sa mund të punojnë institucionet në këtë drejtim për parandalimin e këtyre rasteve? Sa mund të parandalohen, themi, raste të tilla kur kemi të bëjmë pra për konflikte familjare, private? Institucionet nuk mund të parandalojnë çdo konflikt privat që ndodh. Ato vetëm mund të ndihmojnë në reagimin e shpejtë dhe në momentet e raportimit të kenë një intervenim të saktë, të duhur dhe në kohë. Por ato mund të ulin rrezikun përmes ndërmjetësimit në konfliktet, sikur kjo pronësore, nëse kemi të bëjmë me konflikte pronësore, reagim të shpejt ndaj kërcënimeve, nëse një palë ka marrur kërcënime, kontrollit më të mirë ndaj armëve, kjo duhet të ngriten kapacitetet, të bëhet një kontroll shumë më i lartë dhe më i madh ndaj posedimit të armëve të qytetarëve. Edukimi për zgjidhjen paqësore të konflikteve, sepse fatkeqësisht këtë ne nuk e bëjmë, qoftë në edukimin e hershëm, qoftë në familje, duhet të punohet mbi zgjidhjen paqësore të konflikteve. Dhe shumë është e rëndësishme bashkëpunimi mes policisë, gjykatave, qendrave për punë sociale, qendrave të shëndetit mendor, për parandalimin. Mos harrojmë që parandalimi është pothuajse aq i rëndësishëm sa ndëshkimi, dhe duhet të punohet në politikat e parandalimit më shumë. Donja Makasçi, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe të gjitha informacionet. Ju përshëndes. Faleminderit shumë për jush. Gjithë të mirë. Tani do të bëjmë një shpjetim të shpejtë të portalit dukagjini.com për të parë se cili është lajmi i fundit me cilat na njofton pra portali dukagjini.com për të kuptuar pra edhe cilat janë informacionet e fundit. Haxhia ndërsimi në NATO mbetet objektiv strategjik i Kosovës. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albina Haxhiu ka deklaruar se ndërsimi i Kosovës në NATO mbetet një nga objektivat strategjike të shtetit, ndërsa Forca e Sigurisë së Kosovës po vazhdon të ndërtojë kapacitete profesionale në përputhje me standardet më të larta euroatlantike. Në ceremoninë e diplomimit të gjeneratës 2026 kadetëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës, Haxhiu uroi oficerët e rinj për përfundimin e shkollimit dhe i inkurajoi që detyrën ta ushtrojnë me profesionalizëm, integritet dhe përkushtim ndaj Republikës së Kosovës. Pa kemi bastisjen që ndodhi në Podujev, lajm të cilën e diskutuam në pjesën e parte e misionit. Rafuna, Kosova po humb fonde dhe projekte për shkak të blokadës institucionale, duan reforma urgjente. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, ka thënë se masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian dhe blokada institucionale ka ndikuar drejt për drejt në humbjen e fondeve dhe projekteve të rëndësishme për Kosovën, derisa vendet e rajonit kanë përfituar nga këto mjete. Rafuna tha se vendi fillimisht humbi një
pjesë të fundeve për shkak të masave sankcionuese, ndërsa tani kemi humbur edhe mjete të tjera nga plani i rritjes, pasi nuk janë përmbushur reformat e kërkuara brenda afatit. Ai bëri të ditur se disa projekte tashmë janë humbur ose kanë mbetur të pezulluara. Ai shtoi se në shumë sektor hapësira po reforma, por se kjo nuk po ndodh shkaku i blokadës institucionale. Pra sot është mbajtur edhe ceremonia e diplomimit të kadetëve të FSK-s. Kishim edhe lajmin e rigjykimit që ka konfirmuar pra burgimin me 12 vjet të Ekrem Bajrovicit, se përket edhe çmimeve të naftës në vendin ton, çmimet e derivateve për sot, pra i kemi nafta 1.40 euro për litër, benzina 1.35 euro për litër, ndërkaq gazi vazhdon të jetë 0.66 euro për litër. Këto dhe shumë informacione të tjera ju i gjeni në portalin dukegjeni.com, duke klikuar dhe duke ju informuar në kohë reale për të gjitha zhvillimet që ndodhin në vendin ton dhe jo vetëm, me shumë lajme të tjera nga rajoni, bota dhe shumë çka tjetër. Rikthehemi në studio për të vazhduar rrjedhën e emisionit dhe për të folur, po ashtu për të vazhduar të flasim pra për vrasjet dhe plagosjet e fundit që ndodhen në vendin ton. Po flasim për këto pra vetëm brenda një jave, 2 vrasje dhe disa plagosje, pra vetëm ditën e djeshme kishim 4 persona të plagosur në një konflikt në mes të qytetit, ku për fat të keq edhe një kalimtar i rastit u plagos në këtë konflikt që më pas rezultoi të jetë një konflikt familjar për arsye pra familjare pronësore. Ndërkaq për pos aspektit të sigurisë, shumë e rëndësishme të diskutojmë edhe për aspektin e mendjes, aspektin psikologjik, sepse një person arrin deri në gjendje të tillë sa të përdor armën dhe të privoj nga jeta një person tjetër. Cili është pra dallimi në mes të një vrasje me paramendim dhe një vrasje në afekt, dhe kur kemi të bëjmë edhe me vrasje të cilat janë për vetëmbrojtje. Për këto dhe shumë informacione të tjera, unë kam kënaqësinë që me mua në studio është drejtori i psikiatrisë forenzike, Dr. Shpend Haxhi Beqiri. Mirë se jeni, doktor. Kënaqësi gjithmonë më pas në studio. Si jeni mirë, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Sot, në fakt, ditën e djeshme ishte mjaft, vetëm pamjet ishin mjaft shqetësuese për çdo qytetar që i është ekspozuar pra atyre pamjeve. Brenda një jave, 2 vrasje, 2 plagosje, në fakt 4 plagosje, si keni parë këtë fenomen nëse quajmë kështu në aspektin psikologjik? Pse një numër kaq i madh i konflikteve që rrezikojnë jetën e njeriut në një periudhë kaq të shkurtër? Fillimisht dëshiroj të përshëndes të gjithë auditorin e ju dhe faleminderit për ftesën. Është një temë me të vërtet jashtëzakonisht me rëndësi, e cila mendoj që ka filluar pas periudhës së luftës, për arsye se qytetarët tonë bëjnë ballafaqur me një situatë jashtëzakonisht të ndryshme në krahasim në të kaluarën. Në të kaluarën populli ynë ka pas virtyte që me dialog dhe me komunikim ka zgjedhur konfliktet posaçërisht brenda familjes, ndërsa tani pas një stresit, mund të them, kronik, pagjumësie, pasigurie ekonomike, pasigurime juridike, abuzimet me substanca, abuzim me alkohol, pastaj lojrat e fatit, kam pru që populata jonë të ketë një ndryshim në qasje të problemeve, dhe në veçanti këto problemet po tregojnë që ka impakt edhe rrjetet sociale, dhe mediat të cilat tregojnë domethënë gjatë gjithë kohës zgjedhjen e problemeve ose stilin e jetesës në mënyrë agresive, me dhunë, me konflikte, me e tjera. Tjetër problem është që në Kosovë pas luftës ardha deri te ose posedimi i armës është shumë lehtë. Ma përpara ka pas bukur problem, edhe kemi qenë në një sistem paralel shumë bukur vështirë konë më siguru armën. Tash secili edhe një teenager
i moshës 5-16 vjetë është në gjendje me siguri armë, pra do më thonë, arma jep një lloj sigurie që unë jem më i fuqishëm, unë jem më i fortë, unë nuk guxon me më thonë dikush diçka edhe, po vinë deri. Kështu e percepton mendja. Kështu e percepton mendja edhe në ato momentet reagojmë në mënyrë impulsive, nuk mundemi kontrollu emocionet tona, edhe vjen deri te shkrepja ose deri te veprimet e pamatuna, ku vedia mund të ertësohet, por nuk do të thotë se kemi raste kur është e planifikuar, kemi raste kur ka bëjmë me çrregullime mendore, po edhe kemi raste kur kemi ju që e prezentuar në vend mbrojtje ose në afekt e tjera. Keni vretur një rritje të themi viteve, jo vetëm në këto rastet e fundit, por viteve të fundit në vendin tonë të impulsivitetit dhe agresivitetit, pra që din të çojë në veprime jo të mirë të menduara ose në veprime afekti, çka në fakt mund të rrezikojnë dhe shumicën e rasteve dhe kanë rrezikuar dhe kanë marrë jetë njerëzish. Po, ka rritje për çdo 12 vjet të institucionit tonë, ne kemi vretur në bazë numrit të ekspertizave që ka rritje të rasteve, por që për të thënë një deklarat të qartë duhet prova shkencore dhe duhet analiza statistikore nga aspekti i policisë, po edhe ashtu epidemiologjike, që të shohim se në cilë regione sa është numri i rasteve e tjera. Ta bëjmë një dallim se gjithmonë edhe përdoret edhe si pretekst në fakt nga persona të cilët kryejnë krim për të liruar ose për të marrë një dënim më të vogël, gjithmonë diskutohet në atë nëse ishte një vrasje me paramendim apo ishte një vrasje në afekt, në ndikimin e emocioneve. Ta bëjmë një dallim edhe për audiencën të qartë. Çka quhen një vrasje me paramendim, çka është një vrasje në afekt ose në ndikimin e emocional, dhe si e vreni edhe ju gjatë ekzaminimit në psikiatrinë forenzike? Shqiqoni, ekzaminimi psikiatrik i një rasti penal është bukur sfidues dhe lyp shumë kohë, energji, mund analizë të individit, ekzaminimin ose intervistën me individin, shqyrtimin e dosjeve mjekësore nëse ka, shqyrtimin e dosjeve ose analizën rrethanore se si ka ndodhur rasti, pra dëshmitarët që kanë thonë, për neve shumë rëndësi aty për aty që ka ndodhur. Se pastaj kanë njerëz që privuar me ndryshu deklaratat e me ndryshu storjet, do të thonë ajo është për neve, edhe e kemi bisedën, bashkëbisedimin me familjar, të cilët tregojnë nëse i njëjti ka pas ndonjë problem gjatë zhvillimit psikosocial, fëmijëri ose adoleshencë të hershme, dhe i marrim të gjitha për bazë këto, edhe atëherë fillojmë domethënë e faktikisht e bëjmë një ekzaminim me të posa dhe aty në diagnostike me laboratorike, CT, MRI, varësisht a ka dalë diçka, jo, EG, dhe më thonë të gjitha ekzaminimet diagnostike i kryjmë, këto kënë ekzaminimet psikiatrike, dhe atër e ballafaqojmë me faktet të cilat i kemi gjetë ne, edhe çka po thot ai, edhe vim deri te një përfundim cili do të qoftë. Përmendet shumë shpesh edhe një gjë tjetër, sidomos kur kemi të bëjmë me persona që kanë kryer krim, themi është bo një lloj në opinionin publik një si persona ai ka probleme me shëndetin mendor, nuk është mirë nga mend për shkak se ka kryer këtë krim, ose vazhdimisht ka qenë një person agresiv, vazhdimisht ka ngacmuar të tjerët dhe ose ka ushtruar dhunë ose dhe ka privuar nga jeta e dikënd. Por realisht nëse përdorim këtë arsyetim në gjykat, atëherë ndryshon edhe mënyra e dënimit të atij personi, dhe shpesh tentohet për të përdorur kjo gjë në gjykimin e atij personi për të ulur dënimin. Tani, për të bërë një sqarim sa i përket kësaj, çka do të thotë një person me probleme psiqike dhe sa janë të aftë, domethënë këta persona që kanë probleme psiqike për të kryer krim, apo nuk ndikon kjo problemet psiqike në atë se sa është i aftë njeriu për të vepruar negativisht ose për të kryer krim ose jo? Shqiqoni, e vërtet është ata që thatë jo se është bu një eufori se secili që ka kryer një farë krimi, mund me pas një çrregullim mendor, po kjo është stigmë për qytetarët tonë, për popullatën tonë, se zakonisht pacientët psikiatrik nuk janë kryes të dhunës, po janë shumicën e rasteve viktime dhunës. Një, e dyta, vetëm ai pacient i cili nuk trajtohet dhe ka çrregullime të rënda mendore, tek ai mundet me thonë që është e përjashtuar
llogaritshmëria. Ne kur e marrim pacientin, shumë rëndësi a ka ankth, a ka dokumentacion shëndetësor mbi ankthin, ose çrregullimin depresiv, ose çrregullimet somatike, ose çrregullime tjera. Për neve ato historia e tij e trajtimit, por te llogaritshmëria është momenti para, pas, gjatë dhe pas. Ky është ky zinxhiri, çfarë veprimi i ka bo? A e kam shef veprën? A kam shef veprën? A e kam shef armën me të cilën në kry, dhe më thonë vepra? Këto janë shumë elementet imta të cilat neve na eksherojnë. Nëse a e konë gjendje me më shef armën, ose mu më shef vetë, që të thotë kjo se a është i vetishëm për veprimet e veta. Dhe pa marrë parasysh çka thotë opinionistët, ose njerëz të cilët nuk janë thirrur për këtë punë, ju mundi me pa tek ne, në Institutin e Psikiatrisë Forenzike të Kosovës, të gjitha rastet të cilët janë proklamu që kanë me pështu, ose ka dole kundërta. Mujna me thonë rastin Krivaqa, mujna me thonë rastin e Lajqi, mujna me thonë rastin Naimi, plët raste, më thonë plët raste ka dole kundërta me ato që ka kanë deklaru njerëz të cilët po më vjen keq me thonë nuk janë thirrën për këtë punë. Sepse realisht kur i mendon disa krime, përmendëm këta të fundit që na kanë trënditur, e shohim që në opinionin publik perceptohet ajo ideja që si është e mundur njeriu me mendu kaq negativisht, si është e mund, do të thonë ai patjetër duhet të ketë probleme. Çka do të thotë që nuk është mendja e njeriu, nuk do të thonë patjetër duhet me pas një çrregullim për me mendu kaq negativisht apo jo. E vërtetë. Edhe kjo pra impulsiviteti është emocionet nuk mund më kontrollu, impulsiviteti ose na thojmë në situata frustrative, do më thonë prag i ulur, i tolerancës. Nuk ka durim, nuk pret. Mendon që me vetëm këtë mënyrë zgjedhen problemet. Aty janë xhelozia, do më thonë e individit, çfarë është, hakmarja, është person hakmarra sa jo. Pastaj do më thonë, a janë raportet familjare, a është dhe janë borxhet, a janë çka është, do më thonë, na kem shpesh raste thotë, ai del ke me parët e mia, shkoj ke ndeti, e une e përça borxhen më kthy. Do thonë, këto janë disa argumente ose indikatorë që të x persone ose y jep që të reagojnë në mënyrë të më thonë impulsive të pamatën, edhe pasojat janë këto. Edhe ajo që vëshojmë shpesh është preteksti që përdoret unë jam ballafaquar me stres, me ankth, mund të ketë ndoshta diagnozë edhe të depresionit, janë këta faktorë që mund të ta themi në një mënyrë ta kushtimisht ta arsyetojnë veprimin? Jo. Do me thënë një person me ankth dhe depresion mund të jetë plotësisht i vetëdijshëm për veprimet e veta. Do me thonë, na edhe një herë, thamë, analizojmë krejt dokumentacionin e tine, analizojmë rrethanat se si kanë ndodhur vepra, dhe në shumicën e rasteve ai është i përgjeshëm, mund të jetë zvogluar përgjithësishtëria, po ai prapë është i dënueshëm, i zvogluar në shkallë, posaçërisht të kemi bëjmë punë për shembull të personat të cilët janë të abuzuar substancave psikoaktive. Ata për arsye të mjeteve financiare, mungesës së mjeteve financiare, krijojnë dhunë në familje ose në rrethin ku jetojnë ose me partnerin e vet, edhe na po e dim që në ndikimin e substancave mujna me ashujt dhe më thonë që pacienti ka pas llogaritshmëri esencialisht dhe më thonë jo të zvogluar, dhe më thonë. Edhe e rekomandojnë trajtimin në të përqendra shëndetit mendor në Prishtinë, Prizren ose kudo që populata ose individi jeton. Por llogaritshmëria në parim, dhe më thonë, vetëm në raste ekstreme kur pacienti, dhe më thonë, vuan nga një smundje jashtëzakonisht serioze ose rënd psikike, nuk është i trajtuar, se dhe ata të cilët marrin terapi, funksionojnë pa problem. Kanë familje, janë qytetarë të Kosovës. Dhe një çështje tjetër, kishim rastin në Ferizaj për vrasjen që ndodhi nga 24 vjeçarja që është deklaruar që u bë në vetmbrojtje, sigurisht që hetimet po vazhdojnë. Dhe nuk kemi akoma një fjalë përfundimtare, por ashtu me atë që është deklaruar, si mund të veprojë njeriu në vetmbrojtje? Është gjithmonë i aftë edhe për të kryer krim në vetmbrojtje, si ta zbulojnë pak atë mendjen e njeriut kur ndodhet në një situatë në rrezik për jetën, çfarë mund bëj? Shiqoni, nuk du më lidhë rasti, për arsye asë nuk du të paragjykoj, asë nuk ka artë tek ne, bovaki dhe nuk vjen se nuk i di që është situata, por si do të qovë do të them, instikti biologjik për mbjetes, mfure, myti, deka, në momente dhe më thonë atake direkt,
janë momente të cilët njeriu mund të reagojë në afekt. Por ai duhet me konë i barazvlefshëm, nëse personi është pa armë, ju jeni me armë, nuk është bashkë e barazvlefshme, se ju jeni ma i fuqishëm se ai. Po pra në varat krejt, marrën shumë për bazë faktora. Në më thonë, aqaja rjedha para, gjatë dhe pas. Për të konstatuar se ka qenë afekt, në më thonë, edhe ose në vendmbrojtje. Ja. Këto janë faktorë të cilët mirën në bazë të dokumentacionit të përfituar aty, nga vendet gjare, nga hetus policor, nga prokuroria që është përgatit dosje në shumë e rëndësi, pastaj vim tek ne, në më thonë të cilët ne vetëm, edhe fundit ne e bojmë vetëm përshkrimin e gjendjes mendore të pacientit në momentin e kryerjes së veprës penale. A është fajtor, as është fajtor, ato vendos gjykata. Megjithatë, psikiatria forenzike luan një rol të jashtëzakonshëm, keni një përgjegjësi shumë të madhe, do doja sigurisht që varet nga rasti në rast, por sa ku parafërsisht të marrë një mesatari ju nevojitet për të bërë një ekzaminim të një rasti? Shiqoni, për të bërë një ekzaminim adekuat, asnjë rast nuk është i njëjtë me tjetrin. Unë mund ta them një rast të cilin 72 ditë nuk i me mujt me nxjerr asnjë informat për tine, tek ditën e 73 rastisht është liru me neve dhe ka fillu të flasë edhe kemi nxjerr donat të cilat kanë qenë të interesume për neve dhe normalisht deri në ditën e 72 ne kemi qenë të interesume, ne kemi mendu që ky ka amnezian. Po ditën e 73 rëshqitin një momente dhe e pom që vrasjen e ka kryer me planifikim. Janë ka shtaft të fshin krimin, por edhe diagnozën e vetë. Të stimulojnë. Pra kemi pas edhe një rast shumë interesant për gjykatës, vjen pacienti prej shtëpisë, kjo është një për rasteve ralla që nuk mundet gjithkush me pas në përvojën e vetë klinike ose profesionale, dhe zakonisht kur vinë rastet prej shtëpisë, konsiderojnë që rastet leta, dhe raste me rrezikshmëri të ulët. Edhe ne kur e morëm e pam që dosja ishte bukur e rënd akuzuar për trafikim armësh. Dërsa pacienti në asnjë moment bashku me familjarët e tij ne nuk kemi mujt me vendos komunikimin. Edhe vaj deri në kup qiellit, zhurma, higjiena i papastër. Kur e lexojmë dosjen shkruajke që ka pas përgjuesin vetur edhe vendosën për policisë, edhe a këtë kohën ka komuniku, i ka bardh ato mjetet të cilat për shkak të akuzu. Edhe ne kemi liru atë ditë pacientin, për arsye se ai sukon në para burgim, landa për to ka qenë liru, me kemi thyrë gjyqtarin, kemi thonë apo dyshohem. Për thotë qysh me po dyshon e ajo me XP vjen marr, ai u shike edhe në seancë. Që po qanë shumë, po bën dramë. Vërtet, atë ky është i smut. Allah në rregull, nëse na lejon, mirë, nëse s'na lejon, ti vetesh. Edhe mirë, gjyqtari ka qenë jashtëzakonisht bashkëpunues, na ka leju, e kemi marrë, kur e kemi marrë pacientin, familjarët kanë refuzuar me provë. Na kemi thonë na gjykatë, pi gjykatës e kemi vendimin, jo nëse se bjen na gjykatën e lajmërojmë edhe bjen policia etj. E pronën pacientin. Kur e pronën pacientin, nejti 10 ditë. 10 ditë asnjë tablet nuk e morr. As diazepam, as Lixidium, as kuço, mas thjeshtën. E rum, e krehem, më thonë, e pronën mbeti. Ja nisi mu shoqëmu se s'mujtë njeri dhe ditë me stimulu. Edhe normalisht që diagnoza kjo që është i vedeshëm për veprimet që i ka ndërmarrë. Tani, do doja edhe të diskutojmë edhe një gjë tjetër. Këta persona pra që për cilët vendos gjykata, burgosën, janë në vuajtje të dënimit, por gjithsesi, kjo nuk i bën persona më të mirë nëse nuk trajtohen dhe nëse ata dalin prap në liri, rreziku për të kryer prap vepra të ndryshme penale është prezent. Kemi edhe raste të tilla kur kemi burgosje ose dënime me vite tëra burgim qoftë edhe për dhunim, pedofili apo probleme të tjera. Në raste të tilla kur personi prash në vuajtje të dënimit, si veproni me trajtimin e këtyre personave që në momentin kur të lirohen të mos jenë rrezik për shoqërinë? Shqyqeni, na duhet edhe njerë të sqarojmë që ne kemi pas kapacitetit jashtëzakonisht të vogla, dhe ende i kemi, shpresojmë që do t'i ndryshojmë, ne kemi bu kërkesë të vazhdueshme për rritjen e kapaciteteve dhe besoj që deri në janar të vitit të ardhshëm kapacitetet në Institutit Psikiatrisë Forenzike prej 36 do të rriten diku në
80 shtretër. Kjo është një lajmë i mire. Në anën e tjetër, ne kemi aty pacient që janë 10 vjetë, 11 vjetë. Që trajtohen. Dhe problemi kryesor është që ne nuk dim sistemi jonë shëndetësor, pastaj edhe si shoqëri, kemi me juridik, kemi disa mangësi. Për arsye se këta njerëz momentalisht tek ne funksionojnë pa asnjë problem. Se marrin terapinë me rregull, ushqehen, funksionojnë, janë vetëdijshëm për veprimet e veta që kanë hyrë babën, nonën ose çka do të qoftë. Janë, çu më thon, zhgënjim për veprimet e veta, por nuk jemi as natë sigurt në vetvete, as në miksin, për arsye se mund me ndodhë që ai njëjti e lirojmë, edhe ai nuk e merr terapinë dhe nuk mund me garantua asnjëri prej neve se në çfarë gjendje do të kthehet. Pra, pas neve do të ishte dashur të ekzistonte një qendër e cila do të mirej në bashkëpunim me qendër për punë sociale, që ata njerëz mi aktivizuese në rreth e vështri, që të shtyjnë të punojnë autolarje, supermarkete, punë të ndryshme, edhe fizike, që ata me kon edhe fitim prurs pej punës së saj. Se kështu gjendja qëndrimi tërë ditën në shtrat, ose me ado aktivitete ato që i kemi ne, që janë minimale për momentin, me të vërtet është edhe bukur e vështirë ti menaxhosh ata njerëz për periudhë afatgjate. Dhe në rastet keni pasur raste sepse shumë prej atyre që kryejnë krime të ndryshme mund edhe të pendohen, edhe mund gjatë vuajtjes së dënimit. Keni pasur raste kur kërkojnë vetë ndihmë? Pasi që kanë kryer rastin, a para? Në vuajtje të dënimit, ose edhe pasi që kanë kryer rastin, nëse janë shumë të traumatizuar me ato që kanë bërë ose që kanë ndodhur me ta. Ato raste tek ne nuk arrijnë të vinë, ato shkojnë 48 orë në polici, pastaj zakonisht shkojnë në për burgjet, në qendrat paraburgimit të Kosovës, ku janë të punësuar mjekët dhe psikiatrët të cilët i trajtojnë dhe i stabilizojnë atë traumën e parë, atë reakcionin e parë, stresogen, faktikisht e kanë në për ato. Mirë po nivele, mirë po ne i kemi fletorët e tyre, ose kartelën e tyre mjekësore të cilët i shohim se çfarë terapie ka marrë, ose çfarë ka gjendja e tij, ose çfarë problemet ka pasur gjatë ekzaminimit të psikiatrit, psikologut ose kudo tjetër. Tek ne vinë në një situatë pak më stabile, edhe për këtë arsye domethënë na tentojmë që brenda 30 ditëve me përfundu çdo rast të cilën na vjen me urdhër për gjykatës. Natyrisht varet krejt për numrit shtetëve që im ka herë bukur shumë të limituar. Dhe një pyetje të fundit për rastet të cilat pra ndodhin, trajtimin që bëhet, diagnostikimin e shumë çështje të tjera. Tani këto raste pra që ju keni kapacitet për të trajtuar me vite tëra, përmendet pra që keni edhe 10 vite pacient që shëndroni, trajtoni pra ato. Po ajo që unë dua në fakt të di për rastet nga përvoja juaj e përditshme që keni me rastet, bëni me rastet ndryshme të krimit, cilat janë arsyet kryesore që identifikohen për kryerjen e krimit në vendin tonë? Prej atyre më kryesorët. Më kryesorët kisha dashur të thonë janë problemet familjare, të pasgjidhura, kontekstet pasurore, pastaj do më thonë vjen edhe tradhtia, do më thonë si element i fundit, edhe normalisht përdorimi i substancave psikoaktive është në rritje e sipër, por të gjitha këto ne si shoqëri do të thojmë me një mesazh që secili që kryen vepër penale nuk është i smut psiqik, nuk ka që rregullime mendore, po është tiparët e personalitetit tine i shtyr prej shumë problemeve të cilat janë në familje, shoqëni e tjera që i përmendëm, dhe mos gjendja e kontrollimit të impulsive dhe emocioneve të tij. Tash një pyetje fundit, por duhet të ta bëj edhe një për rastet, me qenë se përmendet se janë në rritje rastet krimit nga përdorimi i substancave narkotike, arsyetohet ky krim nëse ata janë në ndikimin e tyre apo si funksionon? Nuk arsyetohet, po nëse kemi dokumentacion të bollshëm dhe janë bërë analizat që është detektu se i njëjti ka pas prani të substancave në urinë gjatë arrestimit, ai me të vërtet mund të kaloj më lehtë
Por gjithsesi dënimi i mbetet. Unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë për kohën, për këto informacione kaq vjera për opinionin publik dhe kontributin tuaj që e bëni çdo ditë për shoqërinë. Faleminderit shumë. Ju përshëndes, kalofshi të mirë. Të nderuar shikues, mbërritëm në fund të pjesës së parë, po shkëputemi për një blok të shkurtër marketingu dhe rikthehemi me pjesën e dytë të emisionit dhe shumë informacione të tjera. Ju vazhdoni të shoqëroni me ne.